Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt për të ndalur në hapësirën e intervistës. Do të diskutojmë në lidhje me situatën në të gjithë Shqipërinë. Situatë dramatike është pas përmbytjeve në qytetin e Durrësit, Lezhës, Vlorës, Elbasanit, po ashtu ka probleme pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Në Lezhë do të diskutojmë mënyrat se si duhet zgjidhur, por nëse mund të ishte parandaluar kjo situatë që shqiptarët po kalojnë në këtë fillim viti. Kam në studio Shemsi Prençin, ish kreu i emergjencave civile. Zoti Prençi, përshëndetje. Përshëndetje. Ndërkohë, duhet ndalemi pak sepse sigurisht që debati publik është edhe të mos bëjmë politik, por kur situata përsëritet dhe në vetëm pak orë shi, sepse nuk kemi të bëjmë as me çarje digash, as me tërmete, as me gjërat që janë fatkeqësi natyrore, sigurisht. Çfarë po ndodh? Të paktën ndalemi një herë tek Durrësi. Përmbytje e jashtëzakonshme, 20 milion euro për hidrovorët, të cilat u futën në punë një vit më parë, por situata është edhe më keq. Shikoj, nderuar gazetar. Shqipëria është e ekspozuar ndaj riskut të fatkeqësive të natyrës. Nuk ka qeveri të majt apo të djathtë, meqense përmende politikën, këtu s'bëhet fjalë për politikë, këtu bëhet fjalë për të shërbyer qytetarëve. Fakti që Shqipëria është një vend në një pozicion gjeografik me risk të lartë ndaj fatkeqësive të natyrës, të cilat janë të shumta në numër, por më së shumti dhe më të rrezikshme janë tërmeti, janë përmbytjet, janë zjarret, janë rrëshqitjet e tokës, orteqet, bllokimet e rrugëve nga dobora të tjera, të cilat Shqipëria i ka prezencë çdo vit. Dhe nuk vijnë papritur. Me përjashtim tërmeteve që vjen i papritur, të gjitha të tjerat vijnë në stinat e tyre, për të cilat ka mundësi që të përgatitet. Ka disa vite që është përfolur që qeveria shqiptare po investon për një strategji të re të mbrojtjes civile, të udhëhequr nga banka botërore dhe e ka sot aktualisht e kanë diskutim me publikun. Por faktikisht kjo është detyrim që në 2015, çfarë do thotë që jemi 10 vjet mbrapa. Ajo për të miratuar dhe për të hedhur në veprim kërkon edhe aktet e tjera, qoftë planin kombëtar të mbrojtjes, pra strategjia kombëtare e mbrojtjes civile, plani kombëtar, me planet e masave për çdo njësi të qeverisjes vendore dhe çdo institucion qendror të fushës përgjegjësisë. Unë brëm në një studio televizive e kam quajtur pa përgjegjshmëri deri në sabotim. Përse e quajnë kështu? E kam quajtur deri në sabotim sepse të gjitha së bashku, po të marrim vetëm një element që është përfolur shumë, inceneratorët janë miratuar 3 strategji kombëtare të menaxhimit të mbetjeve. Nuk është, janë bërë harxime mbi 410 milion euro dhe nuk kemi asgjë ka dështuar dhe qeveria mas 13 vitesh ka ndryshuar drejtimin e përpunimit të mbetjeve. Po kjo qeveri ka bërtitur me të madhe nga drejtoria e emergjencave civile, do miratojmë ligjin e ri 2025 dhe do futemi me agjenci kombëtare të mbrojtjes civile. U ngrit agjencia e mbrojtjes civile. Ku është? Dje ishin vetëm 23 forca në Durrës. Pra e kam quajtur sabotim sepse nuk mundet të deklarojë qeveria që kemi investuar 19 milion euro për një hidrovor. Me 19 milion euro ngrihen minimumi, ndërtohen minimumi 5 hidrovor. Ne e dim se sa kushtojnë. Është sabotim sepse në emergjenca civile ka një formulë të artë botërore, që $1 i investuar në parandalim është kursimi $7 në rikuperim të situatës shkaktuar nga fatkeqësia. Qeveria jonë e lën me dashje që të ndodhi fatkeqësia, të ndodh përmbytja në ish-kenetën e Durrësit, që unë se quaj ma ish-kenet sepse ajo është kthyer në kenet. Fakti që përmbytet çdo vit është kenet ekzistuese aktualisht, sepse ajo nuk mund rikuperohet pa 6 muaj. Edhe pastaj vijnë fshira të tjera dhe përsëri ajo ngelet kenet, s'është më ish-kenet. Në këtë kontekst, mund me lindë drejta të dyshoj, mos vallë qeveria e lën vetë ndodhin këto gjëra që të ketë mundësi që mos të investoj $1 në parandalim për të vjedhur nesër $7 në investime. Sepse fusha investimet është shumë e madhe vlera. Fusha investimit pastaj për të rikuperuar dhe për ta kthyer gjendjen e përpashme është, i thomi ne, lëm për të vjelur, për të vjedhur, për të abuzuar. Pra strategji, po thonë. Po pra, fakti që janë gjithë të zyrtarë të lartë të shtetit që janë marrë të pandehur, që janë në nënhetim nga organi SPAK-ut për abuzime me fondet publike, do të thotë që kjo është